Përshëndetje miq, prapë unë Dardani. Sot do t'ju prezentoj një pajisje e cila e bën matjen e glosit apo shkëlqimit në mostrën tuaj. Është shumë e rëndësishme të zgjidhet pajisja e duhur për të matur shkallën e shkëlqimit, që i bie nuk bën të përdoret vetëm një kand i reflektimit, por duhet të përdoren 3 kande. Pajisjen që e posedojmë ne quhet Multi-Angel Glossmeter, që do të thotë ka 3 kande të matjes. Si funksionon pajisja? Të o shpjegoj thjesht. Pajisja ka disa simulator të dritës brenda në të cilët janë të vendosur në 3 shkallë, 20, 60 dhe 90 shkallë. Dhe nëse drita reflektohet nga 20 shkallë, matet sasia e dritës e cila kthehet. Nëse drita nuk kthehet, i bie që reflektimi nuk kthehet në lencin e cili e lexon dritën, dhe kjo paraqet devijimin. Devijimi shpreh si shkallë e përqindjes së humbjes së dritës dhe paraqitet në përqindje, se ne e quajmë mat. Tani do t'ju prezantoj pajisjen. Kjo është pajisja e cila vendoset mbi mostrën dhe klikohet këtu anash për matje. Atëherë, ja rezultati. Në shkallë 20 është 0.5. Në 60 është 4.4, nëse në 85 12.6. Pse duhet të përcaktohet niveli i matit apo niveli i shkëlqimit në mostrë, është sepse nëse nuanca është e njëjtë, e keni prodhuar ngjyrën njëjtë apo e keni porositur njëjtë, nëse reflektimi nuk është i njëjtë, atëherë optikisht nuk duket njëjtë. Është shumë e rëndësishme të jenë 100% të njëjta edhe në reflektim, sepse në kande të ndryshme duket ndryshe. Faleminderit për më shumë, më ndiqni në videot në vim. Do të jenë shumë video atraktive duke përfshirë si bëhet testimi i ngjitjes së ngjyrës në bazë në materiale të ndryshme, si dhe zverdhja e ngjyrës me kalimin e kohës në rrezet e diellit. Mirupafshim.